Paketa jonë bë me të gjitha kanalet e botës është ndër më të mirat që ekziston aktualisht. Jo rastësisht kemi mbi 1100 klientë ekzistues. Megjithatë, për kështu lloj me gjitha kanalet pavarësisht nga kush i bleni, ne rekomandojmë të instalohen në Android TV ose Android Box me Google Play Store, sepse vetëm në këto pajisje mundet të instaloni VPN kur lind nevoja. Pse themi në rast nevoje me VPN? Në shtetet si Italia, Greqia, Anglia, Suedia, Franca, të cilat veç kanë filluar me censurim. Por besoni se nuk përjashtohen nga censurimi edhe shtetet tjera ku jetoni. Autoritetet kanë filluar të zbatojnë censurim, ose më sakt kontroll se çfarë mund të shikoni përmes internetit dhe përmes këtij sistemi të censurimit, të cilin e kanë shpikur italianët. I cili sistem është tregu shumë efikas me i zbulu dhe bloku adresat e paketave që në vete përmbajnë gjitha kanalet. Dhe besoni pavarësisht nga kush i bleni. Besojmë nuk jemi naiv asnjëri, por pakot me gjitha kanalet janë komplet ilegale dhe të palicencuara dhe në të ardhmen nëse gjitha shtetet fillojnë me censurim si disa që veç kanë fillu, besoni do jetë e pamundur të hapen pa VPN. Nëse ndodh një censur apo bllokim i tillë nga interneti juaj si bëhet zgjidhja e problemit, lidhja me VPN është zgjidhja e vetme dhe më efektive për të anashkaluar censurimin. Këtë e kemi provuar në Itali, ku edhe kemi klientë ekzistues. E cila si shtet është më ekstrem sa i përket censurimit të gjërave ilegale, ku pa VPN pakot që përmbajnë kanalet ekskluzive italiane nuk hapen fare, ndërsa me VPN funksionojnë pa asnjë problem. Prandaj, për të pasur qetësi maksimale dhe për të shijuar pakot me gjitha kanalet e botës pa ndërprerje, ne ju rekomandojmë t'i rregulloni vetëm nëse keni Android TV ose Box, sepse në rast nevoje VPN instalohet vetëm në Android. Ne mendojmë se për të përfituar klientë të rinj, duhet sinqeriteti mbi të gjitha. Besoni këtë që ua themi për censurimin askush nga konkurenca, nuk e tregon sepse qëllimi i tyre është me arrit e parat me çdo kusht. Edhe ne kemi qëllim me arrit në pare, por me parimi me qenë të sinqert, sepse vetëm ashtu mund ta mbani klientin gjatë kohë.